Subjektet opozitare do e vazhdojnë edhe me fuqishëm kundërshtimin e tyre ndaj qeverisë, ani pse Hashim Thaçi është zgjedhur në postin e të parit të vendit. Opozita ka konfirmuar se kundërshtimi i tyre do të jetë edhe më i fuqishëm. Zafir Berisha nga Nisma për Kosovën ka deklaruar për Tribuna Channel se ende nuk janë definuar format e reja të protestës, por rezistenca ndaj qeverisë do të jetë e vazhdueshme. Për planet e ardhshme nga hëna i bëjmë publike, por që rezistenca ndaj qeverisë antikushtetuese do të vazhdojë edhe me fuqishëm. Edhe lëvizja vetëvendosje ka konfirmuar se janë duke u diskutuar format e protestimit të opozitës, përfshirë këto edhe mundësinë për kthimin e tendave në shesh, nga ku i kishte larguar mbrëm policia e Kosovës. Një ditë më herët, policia e Kosovës i ka hequr tendat në sheshin kryesor të Prishtinës, ku për 3 ditë rresht opozita ka qëndruar duke kërkuar rrëzimin e qeverisë. Pak orë pas është zgjedhur Thaçi president, 3 liderët opozitar janë bërë bashkë dhe në një konferencë për media, kanë artikuluar qëndrimin se nuk do të rreshtin së protestuarit deri në largimin e këtij koalicioni qeverisës.